Njëzet e dy vjeçari, i cili mbeti i vrarë në Londër 2 ditë më parë nga një sulm me thikë, është nipi i këngëtares Ganimet e Abazi, e njohur me emrin artistik Ganja. Përmes një reagimi në rrjetet sociale, këngëtarja shpreu dhimbjen e thellë për humbjen e parakohshme. Edhe familjarë e miq të tjerë kanë reaguar me dedikim emocionuese për 22 vjeçarin, duke e përshkruar si një djalë plot ëndra dhe energji pozitive. Pas ngjarjes tragjike që tronditi komunitetin shqiptar në Londër, autoritetet britanike arrestuan 2 vajza 25 vjeç dhe një djalë 28 vjeç si të dyshuar për vrasje. Njëra prej vajzave është liruar me kusht, ndërsa vijojnë hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave. Ishmisi dhe ish-banorja e Big Brother VIP Albania 3, Francesca Murati, është pyetur në lidhje me femrat që zgjedhin të mbulojnë veten. Francesca i ka habitur të gjithë teksa shkruan se është praktikuese e rregullta e fesë dhe fal 5 vakte dhe thekson se mbështet çdo grua që ndjek bindjet dhe zemrën e saj. Më tej ajo shton se nuk do të zgjidhte vetë të mbulohej, por respekton dhe vlerëson vendimet e të tjerëve.